Pse Giorgia Meloni është ende kaq afër Donald Trump sot? Një vit më parë, 3 arsye të forta mund ta shpjegonin këtë. Së pari, afiniteti vizionar ideologjik dhe politik midis dy figurave kryesore të nacionalizmit konservator, njëra në Amerikë, tjetra në Itali dhe Europë. Së dyti, përshtatshmëria politike. Të qenit i vetmi kryetar qeverie evropian i aftë të fliste rrjedhshëm me Trump, duke fituar dukshëm besimin e tij, ishte një burim prestigji dhe force i shfrytzueshëm nga kryeministria Meloni në arenën politike italiane, e ndoshta nga Italia në kontekstin evropian dhe global. Së treti, një mision strategjik. Ndërsa dolën në pa konfliktet e para midis Shteteve të Bashkuara dhe Europës, kryeministria i vuri vetes qëllimin e lavdërueshëm për të vepruar si një ur midis dy anëve të Atlantikut dhe për të ruajtur unitetin e perëndimit. Megjithatë, me kalimin e kohës, u bë e qartë se armiqësia e presidentit Trump ndaj Evropës dhe veçanërisht ndaj Bashkimit Evropian nuk ishte nxitur ai shumë nga mosmarrveshje specifike, sesa nga një doktrinë gjeopolitike e rrënjosur thellë në lëvizjen MAGA. Për më tepër, goditjet më të rënda ndaj marrëdhënieve transatlantike dhe koezionit perëndimor u dha nga vetë presidenti Trump, i cili ishte më i prirur të respektonte udhëheqësit autoritar të fuqive të mëdha autokratike si Rusia ose Kina, sesa sundimtarët gri të demokracive liberale. Së fundmi, në muajt e fundit, e rritur shqetësimet në Amerikë dhe në mbar botën në lidhje me stilin qeverisës të presidentit Trump, ndoshta të lidhur edhe me tipare të caktuara të personalitetit, pa vënë në dyshim qëllimet e tij dhe duke parë vetëm faktet, tani është e qartë se Trump nuk e konsideron më sundimin e ligjit një kufizim, as brenda vendit dhe as ndërkombëtarisht. Në të vërtetë ai vetë deklaroi më 9 janar për New York Times: "Unë jam i detyruar nga e drejta ndërkombëtare, morali dhe gjykimi im janë vetmja gjë që mund të më ndalojë." Fakti që 10 miliona amerikanë mbështesin presidentin e tyre karizmatik në ushtrimin e pushtetit absolut, pavarësisht nga kushtetuta e tyre dhe traktatet ndërkombëtare të miratuara nga SBA-t, nuk mund të përdoret si një faktor lehtësues për shkatrimin sistematik të sundimit të ligjit në Amerikë dhe në mbar botën, për t'i hapur rrugë arrogancës së më të fortit. Në SBA, sondazhet tregojnë gjithashtu një rënje të ndjeshme të vlerësimit të miratimit të Trump, i cili tani është mesatarisht 40%. Megjithatë, ata, amerikanët, duhet të ndihen si përfituesit e vetëm të politikave të presidentit. Edhe më shumë evropianët, ata që janë të goditur në thelb, po fillojnë të revoltohen kundër qëndrimeve dhe masave të Trump, madje edhe në vendet që tradicionalisht, për shumë arsye të vlefshme historike që i dim, kanë qenë shumë në harmoni me Shtetet e Bashkuara. Sipas sondazhit më të fundit të Grand Continent, 90% e italianëve, francezëve dhe gjermanëve shohin tendenca autoritare ose edhe diktatoriale tek Trump. Në të njëjtat vende, pothuajse 70% të intervistuarve e konsiderojnë politikën e tyre të jashtme si një plan për rikolonizim dhe grabitje. Në dritën e këtyre të dhënave, tani është e vështirë të shihet përshtatshmëria politike në besnikërinë e palëkundur. Shkurt, nga 3 arsyet bindse që një vit më parë mund të shpjegonin dëshirën e Giorgia Melonit për qenë shumë afër Donald Trump, afiniteti ideologjik politik, përshtatshmëria politike dhe një mision për unitetin perëndimor, e dyta dhe e treta janë zhdukur. Nëse kjo analizë është e saktë, afërsia e veçantë që vazhdon duhet të jetë në thelbe lidhur me afinitetin ideologjik dhe vizionin politik, shkruan Corriere della Sera. Kjo mund të bëjë merita edhe kryeministres Giorgia Meloni, edhe ku përshtatshmëria politike zhduket, bindjet ideologjike ruhen. Megjithatë, ky do të ishte një përfundim shumë shqetësues për Italinë, që në prillin e kaluar në prag të vizitës së parë të Giorgia Melonit në Shtëpinë e Bardhë, në këtë rubrika vërejtëm se nëse për të fituar favore, Trump do të kishte marrë një qendrim nënshtrues, pa u distancuar në asnjë mënyrë nga shenjat e para të dukshme të regjimit autoritar që po shfaqej, duke përmbysur barierat e përfaqësuara nga sundimi i ligjit, ai do të kishte rrezikuar. Disa tipare të autoritarizmit të Trump gjejnë me karakteristika që Italia për fat të mirë nuk i ka parë që nga regjimi fashist. Mos tregimi me fjalë dhe vepra i një distancimi nga këto aspekte të Trump, gjithnjë më të dukshme me kalimin e muajve, do ta vinte Italinë në një pozicion të vështirë në lidhje me të tashmen dhe të ardhmen, të cilat janë edhe më të rëndësishme se sa interpretimi i së kaluarës. Një afërsi me heshtje të pakritikueshme me autoritarizimin e Trumpit sot, madje edhe ndaj Evropës, do të ngrinte alarme që asnjë dënim i fortë i fashizmit nuk mund t'i qetësonte. Një qëndrim i tillë mund të ngjallte edhe shqetësime të bazuara në lidhje me nisma të tjera nga qeveria dhe shumica. Merrni për shembull reformën në drejtësi. Nëse kryeministria vazhdon të duket si udhëheqësja evropiane më e përkushtuar ndaj Trumpit, pavarësisht sulmeve të tij të vazhdueshme ndaj Evropës dhe përpjekjeve të tij për të shkatruar sundimin e ligjit në vende në mbar botën, lëshoj se edhe ajo ka një prirje autoritare thellë. Do të ishte më mirë pra të mos jepte asaj mjetet që mund të lehtësonin zbatimin e autoritarizmit.